pëlqej shumë me I komentu deklaratat e tjerëve, por unë mendoj që Kosova është me fat që në kohën e dur e ka pas Hashim Thaçin aty ku dashtë. Përshëndetje miqdashur. Mirë se veni të dha ngjedhën analizë. Shkojnë avizën e radhës, Ganimete Musliu, Gango, nga PDK-ja. Sepse pas ka dhënë deklarat për Hashim Thaçin, ne do I tregojmë se a ka drejt, a s'ka drejt. Kështu që miq, shkojmë një lutëm të ndëgjojmë videon të diskutojmë së bashku. Por videon miq, duheni me ndëgju deri në fund, sepse në fund I merr përgjigjet tona. Shkojnë miq. Historia do ta tregoj kontributin e secilët. Shumë e vërtet, historia ka me tregu për secilin, një nga një, se kush çka ka bo. Si ai që ka qenë luftë, si ai që s'ka qenë luftë, si ai që ka dezertu, si ai që ka ndihmu, për gjithë do të tregoj historia. Patjetër, këtu pajtona me ty plotësisht. Cilit person, edhe kontributin ushtarak, edhe kontributin politik, edhe kontributin historik, edhe kontributin medial. Deri këtu, unë pajtohem plotësisht me ty, Gone. Por herë të parë, I ke thonë do fjalë që s'mund t'i lakon kërkush. Shkojnë miq. Historia do t'i nxjerrë të gjitha në pa një ditë dhe historia do të flet edhe për ata që kanë tradhtu vendin, edhe për ata që kanë shit vendin. Dhe unë e kisha mbyll vetëm me këtë thënie. Kosova ka qenë me fat që në momentet më kritike të saj e ka pas Hashim Thaçin aty ku është dashur jetë. Këtu ndalë pak. Këtu unë nuk do flas. Këtu ka me fol një drejt sak. Se a është kjo çka ti po thu, e vërtet ajo. Por këtë përgjigje do të japim më në fund. Shkojna. Dhe unë uroj shumë që Hashim Thaçi të kthehet sa më shpejt nga Haga, sepse sot më shumë se kur Kosova ka prap nevojë për Hashim Thaçin. Jo. Kosova nuk ka nevojë për Hashim Thaçin. Unë uroj që ai të kthehet në shtëpi, patjetër s'ka diskutim, por për që ka nevojë Kosova për Hashim Thaçin, absolut nuk ka nevojë fare hiç. Hiç. A dim pse? A dim pse, Gone? Në Hashim që ta bjen kufiri mish Nur Tibrit, Kosova nuk ka nevojë për to. Veç që ta po ta thëmë, sens po thëmë të sens, që ti din tjerat ma mirë se une. Një njëri që I bën dom Kosovës, Kosova nuk ka nevojë për atë njëri. Amo ai, inshallah lirohet, del, shkon në shtëpi vet, edhe karriera e tij në politike ka marrë fund. Shkojna miq të ndëgjojmë videon, se në fund t'i tregojmë. Kur asnjë njeri, moshkull. Ngota është Gone, ky është drejt sak që po fol, është nga Drenica, ky tregon se sa ka luftu Hashim Thaçi, kush ka dhënë gjak për familjes tina, edhe kretë. Për ndryshe ky është Gani Keci, e njeh shumë mirë. Shkojna miq. Shpis Hashim Thaçi, luftë më zërbi, atë nuk ka dhënë gjak, atë nuk ka dhënë gjak. Ç'është po mdogë? Jo, realitetin vetë ka mbush. Do të po pasëm në zërbi. Ka thënë që ka kaluar kufinin, tinduar kufinin. Ai ka kaluar kufinin edhe shumë vërtet. Ato kjo pajtohet plotësisht, e ka kaluar kufinin, ka shku kufinin, të tjerë që kanë kaluar dhe ai ka po drejt më shumë se të tjerë që s'e kanë kaluar, por shtëpia e tij një pikë gjak se ka dhënë kur për Kosovë. Gone, do me thonë ka kalu kufinin, u shku, hi u dal, edhe pas ka luftu, ose ti Ridvan, pas ka thonë e ka kalu kufinin dhe ku ka bon nome, punë e madhe me kalu kufinin. Edhe tash me thonë nevojë, Kosova pas ka nevojë për ta. Këtu jenë fjallë e Gani Geci të mijët. Unë për përcjeli që ka Gani Geci ka thonë për Hashim Thaçin, sepse kjo e njeh më mirë, se kanë qenë në Drenicë, domethënë në Drenicak, dytë. Shkojna miq? Sot Hashim Thaçi nuk është hero, po të... Ja, veçan hero, patriot lufte. Hashim Thaçi mund të jetë
përfiteri i luftës, që i ka përfituar gjitha të mirat e luftës për vete dhe për ata njerëz që këto, për patriotizmin e tij ton, e ka pushtimin shërimtarët e Kosovës. Patriotizëm. E pas ka luftën e ushtrisë shërimtarët të Kosovës. Gana e ke ditë këto sane, son si kum ditë për herë të parë bëjni. Për këta dhe u detyrova me dalë me po këtë video dhe me të spjegu, se ndoshta populli i din, por unë për herë të parë për një ka fol Gani Geci për, domethënë për Hashim Thaqin, sa i përket kësaj pune. Për patriotizmin e Hashim Thaqit. Se edhe ne kemi kujtu që i ka luftu. Po e dëshmoj vetë që Hashim Thaqi nuk ka luftu. E moj men shumë mirë kërë dhe kera Mushradina t'i kena e të veç në për Tiranë. E lufta nuk bëhet për Tiranë. Lufta bëhet në front. Qysh ka qendra Mushradina e shumë e tjerë. Kjo gane po. Amo, me qutin qilë, me thonë që Hashim Thaqi kështu, jo, por shkona mi se të dëgjojmë Gani Gecën i lutën. Ja kam qundur bilitash edhe LPK, se ke pos, po e kanë morë, ata që kanë morë e din vetë, e kanë morë luftën tonë që... LPK-ja nuk përdi kush është 100% e parti, po nuk përdi Mishtë Dhashër kështu që kërkaj falis, po e spjegoj. Kemi pos penatën itës, luftën e Adem Jasharit Zahir Pajazitit e Saliqekut, e kanë shfrytzuar vetën. A peshe gane, me dëshmi për ka zonë Gani Gecit, ashtu nuk e di, prap për e për sëris, për që thëmë fjallët e Gani Gecit. Shkuna gane, ta qka shkruan gazeta angleze për Hashim Thaqin, dhe vllahun Hashim Thaqit. Shkrimi gjatë i BBC-s i prillit të vitit 2000 me titullin Kosova ngulfatur nga Haraçi është me fotografi, dhe me thonë, Hashim Thaqi. Tash, të ndëgjojmë se sa pas ka thonë miq. Shkruan se bastisja e shtëpisë së Gani Thaqit zbuloi shuma të mëdha parash të pasqaruar edhe atëherë. Janarin e kaluar, policia OKB-s kishte bastisur banesën e Gani Thaqit, vllau të madh të Hashim Thaqit, lidhur me një incident me armë të zjarrit. Përveç gjetjes së një arme të paligjshme e fshehur në ndyshek të fëmijës, ata gjetën edhe $250,000, para të thata. Nuk e kam qek as kret. Gane, por që të Hashim po thu ka nevoj Kosova, unë po foli qka po ndëgjoj, qka po lexoj, qka ka në arkiva. Unë besoj që Kosova nuk ka nevoj për një Hashim si ky. Ndoshta Drenica ka nevoj, sepse i mësue me urdhrat të Hashim Thaqit. A mos Kosova jo, Kosova është e madhe. Kështu që Gane, kur dash me fol, dush me di që po fol. Je deputete. Po mbi gjitha Gane, për me aqit kulmin kësaj pune, është Baci Jakub, Shishequni ju Kupa, e keni qujt, që thot për armiqsinë Hashim Thaqi Adem Jashari. E Kosova nuk ka nevojë për një armik, për shembull që apo një Hasan që kon me Adem Jashari. Shkura mi se ndëgjojmë lutem, që thot Kupa, si mas juve, për mu është Baci Jakub. Shkura? Këta kanë qenë aksi me Adem Jashari. Kush këta? Hashim Thaqi dhe Kadir Veseli. Në emën me mbi emën. Raportet e Hashim Thaqit dhe Kadir Veseli pas luftës edhe gjatë luftës unë i kam balancuar. Ndyshe ata sa atëherë nuk do t'i kishin pranuar, edhe me të drejtë, nuk do t'i kishin pranuar në familje. Ata së nuk mund me shku. Unë nuk e kam... A thue pse? Gane, a di me të regu ti, pse nuk i ka pranu Adem Jashari? Po foli, po bëj pyetje me fjalë të Basit Jakupi. Kështu që të kësha lutë, mos del me bo këtë dezinformata
e me që njerën honë pa konë heq. Kosova në ka nevoj për Hashim Thaqin. Kosova ka nevoj për një Albin Kurti, që është patriot, me zemër, e tonë poplën e vetë. I nimon poplit vetë, i rritë rrogat, pensionet, bon vendet punës. Është mirë me gjithë, jo veç në një klasë. Mbi gjitha, e runë sonoritetin, e këthen Mitrovicën ku ka qenë, atë Mitrovicë që ka hupë Hashim Thaqi. Do është i me hupë, po Zoti i madh na dërgoi Albin Kurtin dhe kthej prap ku kon. Miq të dashur, Zoti rujt, kjo ishte video për sot, mirë po shohim të radhës.